Për herë të parë pas 3 dekadash në Shkodër, festimet e pavarësisë dhe ngritja e flamurit nuk u bë në sheshin përpara bashkisë. Si vjet ceremonia zyrtare u zhvendos në sheshin qendror pranë bustit të Luiç Gurakuçit, një prej firmëtarëve të pavarësisë. Pas ngritjes së flamurit, autoritetet vendosën kurorat me lule dhe nderuan këtë ditë të shënuar për kombin. Edhe fjalimet këtë vit ishin hequr nga protokolli dhe ceremonia u pasua me një parad kuqezi në bulevard deri tek busti i Isa Boletinit, ku edhe atje u vendosën kurorat me lule. Ndryshe nga momenti i vendosjes së kurorave tek busti Luiç Gurakuçit, në parad dhe tek Isa Boletini, kryetari i Bashkisë së Shkodrës zgjolli të mos jetë i pranishëm duke lënë përgjysmë festimet e kësaj dite. Shqipëria e feston 113 vjetorin e pavarësisë. Shqiptarët e të gjitha trevave e nderojnë këtë ditë si një nga momentet më të rëndësishme të historisë. 28 nëntori përkon edhe me ditën kur Gjergj Kastriot Skënderbeu ngriti në 1443 flamurin e Kastriotëve në Krujë, duke udhëhequr rezistencën kundër perandorisë osmane. Pavarësia e Shqipërisë u shpall në 28 nëntor 1912 nga Ismail Qemali në Vlorë. Në kuvend morën pjesë 83 delegat nga të gjitha trevat shqiptare dhe 40 prej tyre nënshkruan aktin e pavarësisë. Menjëherë më pas, Asamblea formoi qeverinë e parë të pavarur, kryesuar nga Ismail Qemali, si dhe Këshillin e të Urdhve, të njohur ndryshe edhe si Pleqësia. Me vendimin e kuvendit të Vlorës, kombi shqiptar fitoi të drejtën e tij të pamohueshme për të qenë i lirë e i pavarur.